Ma ishin këtë sepse kjo zonja ka kryer krim. Nuk mundet një gjykat, as e jona dhe as një në botë, qoftë ajo e Strasburgut që ka cilësuar që masat e Spaku deri më tani, të paktën më aq eksperjenca kemi ne, janë represive, janë të forta. Masa arrest me burg është bërë kështu si gjë më e thjeshtë në botë. Dhe zonja nuk e marrin për gjykimin tim, do e kishte marrë atë mas, nëse s'do kishte qenë deputete, se ministre vetëm se ti nuk e mbron. Që ekspertët nuk po na lënë gjë pa thënë. Ora se mirë se ne që jemi ekspertë në çmend, por e çmend dhe publikun. Nene 242. Nene 242 është pjesa e posaçme e kodit të procedurës. Flet për masat e sigurimit, nuk është për dënimin penal. Ajo pezullohet sepse ka masë ndaluese e përcaktuar në ligj. Si, që funksionon. Andri thotë është ndër fare. Është mirë, le çfarë thotë ai? Ka opinione vetë por se jo opinione, nuk ka. Po mirë, më fal, absolutisht. Atëherë ta marrim sinqerisht, janë njerëz që s'ka shkruar kurrë në. I dashur zoti Peka, s'ka problem, unë besoj se prap ai ia fut kot. Pse e ka zbatuar Spaku këtë lloj standardi për zonja dhe si ka zbatuar për tjetër. Disa si është parlamenti. Për dy standarde flasim sa duhesh pastaj. Po çfarë? Për dy standarde flasim. Për dy standarde që kaluar në çështje tjetër. Jo, s'kam kaluar fare çështje tjetër. Kjo është kryesorja e debatit. Jo, për dy standarde jam dakord me humun. E vazhdojmë. Ore pse humbi me myzyrin? Dy standarde ekspertë. Pse humbi? Pse gjykata vendosi ta kthejnë në detyrë edhe e hoqi pezullimin ndaj kreut të KPP-s. Ma thoj që ore, se ne flasim pastaj si komentojmë vendimet e gjykatës. Jo, vendimet e gjykatës kushtetuese. Se e kthyn detyrën zotrin. Se duket se po bëjmë debat me fantazm. Tu është niveli i ekspertizë që më takon. Tani një ekspert ligjor që mbron gjithë ato majtë që janë në burg. Po. Po s'ka mund majtë djallën për mua janë ato para Qim gjykata ka pezulluar Belindën Zëvendës kryeministre e emëruar dhe jo Belindën deputet zgjedhur. Po atë dinë e tham që fillim. Sot mos u ngatroni. E tham që fillimi që s'ka pezulluar deputetës se bën dot. Ajo dihet sepse e mbron tjetër gjë deputet Lëku. Atë e tham që në fillim ne po flasim për funksionet. Unë mendoj që ta shmangim një debat që kërkon ekspertizë juridike shumë thellë. Madje se ka pezulluar as si zëvendës kryeministre. E ka pezulluar si ministre energjisë dhe transportit. Sepse është më e rëndësishme kjo pyetje i bëri çimi që në fillim. A është Rama, domethënë, kush është përfituesi që dëgjojmë pastaj se kush është autori. Unë them që duke qenë se Rama është përfituesi, për mendimin tim, ai mund të jetë autor. Që Rama është përfituesi i kësaj lëvizje. Sepse Ramas i shkoi një lëvizje atje që do vinte duke u rritur përballë derës siç i vati Veliaj. Dhe Rama e di çfarë ndodhi me Veliajin. E ka parë se çfarë ka pasur aty ai presion se çfarë sjell. Dhe për ta shfryrë sa më shpejt të gjën, mendoj unë, ai por Rama ka më frikë se sa Spakun. Po mua Rama ka më frikë Ballukun se sa Spakun. Unë mendoj që Rama ka më shumë Spakun se ka frikë presionin politik që i bëhet publikisht. Sepse ju e pat që tendenca, sidomos e Ramës, e mediave pranë Ramës, ishte që të kanalizohej sa më shumë te Balluku dhe ai mos dilte. Niq Ballukun, se Balluku, mediat pranë Ramës e kërkonin kokën e Ballukut më shumë se sa opozita. Opozita kërkonte kokën e Ramës. Dhe Rama, ky vendim po të marrësh këtë si faktor analize, po. Domethënë qëndron logjika që është e Ramës si dorë. Çimi do moderosh apo ta kalojmë radhën me një tjetër. Vazhdo. E para dua, domethënë personalisht, po besoj do ishte mirë për të gjithë që ta shmangim debatin juridike dhe konstitucional, jo sepse asnjëri nga ne nuk ka një mendim për këtë gjë. Domethënë nenet duken të thjeshta, ligjet duken të thjeshta për tu lexuar, por nuk është kaq e thjeshtë. Domethënë ekspertët edhe janë shprehur sot pasdite duke marrë parasysh lëvizjet. Domethënë Manjani kishte bërë një status të gjatë, Jordan Daci kishte bërë një status të gjatë që arsyetonin dhe ata vetë statuset dhe analizat, dallohej qëndrimi, po i kishin të gjata, sepse kjo nuk është një çështje që thuhet me një fjali. Domethënë i lejohet, i ka shkelur kompetencat apo si ka shkelur kompetencat. Grushteti, mbaroi filmin se pastaj se si e argumenton ti pse është grushteti. Po prap, se kjo është një histori që po u futëm edhe ne,
Do bëjmë një çorap, do me thënë, unë personalisht as nuk futem edhe kur i lexoj, e kam të vështirë. Unë jam fut pa lexu statusin e e kam të vështirë të kuptoj nëse rinë argumentat e njërit apo rinë argumentat e tjetrit. Ne kemi parë që dhe vendimet e gjykatës kushtetuese edhe mbasi dalin, han interpretim dhe ndahen sipas qasjes. Si e kam bindjen unë? E kam pro apo e kam kundër? Unë kam bindjen që ato do të kërkojnë arrest me burg për zonjën me provat që kanë. A e marrin dot mandatin te Rama, kaq. Kjo është lexim bindjesh dhe... Si është lexim bindjesh? Po s'është lexim bindjesh, është lexim faktesh. Këmë do na dalin faktet për din televizor. Të lexosh ligjin tani edhe kur lexon vendimet e gjykatës kushtetuese, secili i lexon sipas bindjes së vet. Do të thonë nuk ka. E ka bërë Rama. Tani hajde ti marrim gjërat me radhë me ato që dim edhe pa. Duke munduar të shohim të gjitha faktet në mënyrë të baraspeshuar, pa pasur bindjen të jemi kundër Ballukut apo pro Ballukut, apo kundër Ramës apo pro Ramës, që të kemi mundësi ta shohim pak më të plot ngjarjen. A intereson, marrim tezën që Ramës i intereson kjo gjë. Nëse kjo do interesonte Ramës, do ishte një plan i Ramës, që do thotë Rama e ka planifikuar, ka komanduar spakun, se ka prokurorin e tjerë. Do me thënë, let i rim edhe tezave të më pashme. Mund të ndodhë edhe pa dijenin e Ramës? Rastësisht i intereson të Ramës, do me thënë, ka ndodhur. Mund të ndodhë edhe pa dijenin e Ramës? Okej, mirë ti marim të gjitha me radhë. Ne marim përfitimin, por unë pasaj nga përfitusi. Ta bëj pak më të thjeshtë. Ti marim me radhë, se ndryshe s'do merrem me vesh. E qartë, prandaj për që mos konfuzojmë dhe publikun. Para faktit që ndaj zonës ka një akuzë, Ramës më shumë i konvenonte ta shkarkonte, apo nuk e shkarkon dot dhe ja ka lënë dorë gjykatës, ta bëj gjykata për të thënë Belinës që unë nuk kam çfarë bëj. Tani, kjo është pyetja. Që Rama sot është, le të themi, në dukje në pozitë. Kjo është përgjigja në fakt. Që Rama sot është në dukje në pozitë të vështirë, të paktën ne na duket si në pozitë të vështirë. Që do thotë, është gjendur i papërgatitur, është ulur me orë të tëra, ka mbledhur, ka vajtur zëvendës kryeministra, ka vajtur kryetari i komisionit të ligjeve tjerë dhe 5 orë apo 7 orë sa ka zgjatur takimi, nuk do të thotë që ai ka qenë i përgatitur përpara për një skem të tillë, se në të kundërt do ta kishte menduar, a është ky një teatër i Ramës? Edhe mund të jetë. Le të themi, ka bërë të paditurin, po ndërkohë mund t'i interesojë. Nga krau tjetër. Nga krau tjetër, ajo që kemi parë ne, nga rasti Veliaj e këtej, le të themi në 9 muaj... Nuk e djeja që kishte Shqipëria ka shumë avokatë. Fut edhe ne aty, do me thënë, imagjino sa bëjmë. Imagjino sa bëjmë, po të futemi dhe ne, dhe ata që na shohin në shtëpi. Këta janë avokatë. Da është drejtësia kështu. Janë avokatë me licencë, nuk janë avokatë popullorësin. Po tash ne pretendojmë. Unë shkruaj pa fund. Ta mbaroj? Shkruajmë ty, shkruaj edhe mua, isoj. Vazhdo. Ideja është që a intereson të Ramës kjo gjë, për mua është dukur si i pa përgatitur, dhe ajo që shoh unë dhe që është shumë e dukshme është çfarë ka ndryshuar në qëndrimet politike të Ramës në raport me zotin Veliaj, me zonjën Balluku dhe me ata që kanë qenë përpara, se spaku e ka nisur historinë përpara dhe Rama e ka nisur narrativën politike përpara rastit Veliaj dhe Balluku. Tani që ne në 9 muaj kemi një precedent që kemi nivelet më të larta të politikës që kanë shkuar në spak, ky është fakt. Që Rama ka pasur tjetër narrativ përpara rastit Veliaj dhe Balluku, edhe ky është fakt. Le të themi përpara rastit Veliaj, ai më përpari ka shkarkuar, ka dalë edhe publikisht edhe ka thënë, ta keni për nder detyrat që ju kam dhënë, në qoftë se i keni keq përdorur, nuk do keni avokati Partinë Socialiste, as mua as qeverin, keni ngrënë dardha pas shpinës time, kështu që përballuni vetë me ligjin në qoftë se do vi situata aty. Kur erdhi rasti i Veliajt, mbase sepse ishte përpara zgjedhjeve. Edhe u desh të bënte atë mbrojtjen publike kur Veliaj na arrestuan, mbase sepse nuk kishte kompetenca për të shkarkuar Veliajn, se ishte pushtet vendor edhe jo në dorë të kryeministrit. Le të themi mbi Veliajn veproi spaku drejt për drejt dhe Rama ishte njeriu që veproi pas vendimit. E dyta, kemi situatën e zonjës Balluku. Ajo që ne kemi pritur, nëse do ishim me Ramën e përpara shkurtit, do prisnim që në momentin që ai do kuptonte që je në hetim, do shkarkonte dhe do vazhdonte të ruante edhe qeverin, edhe 83 mandatet që le të themi sot për humbasin besueshmërinë dhe legitimitetin. Sot Rama është në pikën më të fortë me numra, po në pikën më të dobët nga pikpamja e besueshmërisë dhe legitimitetit edhe për shkak të hetimit të zonjës Balluku. Pyetja që kam unë është, pse Rama nuk e ka shkarkuar zonjën Balluku? Ne tham,
dorëheqja është diskrecioni i saj personal dhe shkarkimi është në vullnetin e kryeministrit. Pse ajo nuk e ka dhënë dorëheqjen, mund ta kuptoj. Pse kryeministri nuk e ka shkarkuar, këtë dua ta kuptoj, sepse vendimi, po ja ta mbaroj. Vendimi që ka marrë Spaku sot, le të themi është një lloj mase, edhe ndalimi i pasaportës, po edhe shkarkimi është mas. Edhe shkarkimi nga detyra është një gjë që Spaku le të themi është detyruar ta bëjë këtë, ndërkohë që ka pritur, e ka pritur kohën e reagimit të Ramës edhe të Ballukut në pozitën e politikanëve. Unë kam thënë që në fillim, që përpara se zonja Ballukut shkonte në SPAK. S'është detyrë e Spakut presi veprimin politike. Spaku e ka pritur, le të themi, ka pasur hapësirë Rama që të veprojë pa vepruar Spaku dhe ta marrë situatën, ta kontrollojë vetë, ta kalorojë vetë, le të themi, këtë dallg të madhe siç ka bërë në raste të tjera që i ka kthyer situatat në favorin e tij, ka ndërtuar dhe narrativën politike etj. Në këtë rast nuk e bëri. Pse? Zonja Balluku, mund të jetë në situatë të vështirë. Pse nuk e bëri Rama këtë gjë? Këtu janë të gjitha pikpyetjet. Mund të ekzistojnë dhe mund të jenë vërteta gjithë teoritë konspirative që këto janë afera ku me zëvendës kryeministren mund të jenë të implikuar të dy. Kjo është teori konspirative. Po, më fal. Kjo është fakt i njohur publikisht. Në qoftë se i qëndrojmë, më fal. Kemi foton aty. Mirë, në qoftë se i qëndrojmë kësaj. Kemi dëshminë e zotës kryeministit, zotës kryeministit që thotë takuan kompaninë. Dakor, në qoftë se i qëndrojmë kësaj logjike. Kemi edhe faktin që u anullua tenderi dhe u bë fitoja firmë. Në qoftë se i qëndrojmë kësaj logjike, dhe në qoftë se i qëndrojmë logjikës që Rama do të shpëtojë veten dhe të lëshojë Ballukun, pse nuk e ka shkarkuar? Pse nuk e ka shkarkuar? Domethënë, pse u vendos përpara vendimit të gjykatës që po pezullon dhe atem dhe një gjë tjetër dhe pastaj e kalojmë për diskutime pa anën tjetër të situatës. Unë me shumë kuriozitet dua të shoh tani, a do përballet Rama me gjykatën kushtetuese? Domethënë, a do ta kundërshtoj këtë vendim të gjykatës? A do ta çojnë në gjykatë kushtetuese për interpretim? Ajo është një moment që do të tregoj, pavarësisht se ne do t'ia gjejmë në bazë të bindjeve që kemi, do t'ia gjejmë se çfarë do bëj Rama do t'ia gjejmë shpjegimin nëse intereson Ramës apo jo. Po nëse Rama do konfrontohet, do ta çojnë gjykatë kushtetuese, do jetë konfrontimi i dytë me Spakun si në rastin e situatës e Erion Veliaj, ku nuk e çoi Rama, po e çoi Erion Veliaj vetë. Ka dy arsye mendoj unë që Rama nuk e shkarkon Ballukun. Jo se ka frikë nga Balluku, jo kërcënim siç thonë këta. S'ka ide fare. E para, Rama nuk e ka bërë asnjëherë këtë në çështjet ku është përfshirë ai. Pra, Veliaj për insenatorët nuk pësoi asgjë. Anton se